Pacientët e spitalit onkologjik janë duke u përballur me një situatë pa precedent, me një situatë të tmerrshme në raport me mungesën e medikamenteve kimio që ata do duhet të përdorin për të luftuar kancerin brenda tyre. Nuk kemi dashur ne që të mbulojmë gjithë barnat më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i rrisim pensionet më përpara? Nuk kemi dashur ne që t'i bëjmë më përpara shumë nga gjërat që po bëhen sot? Patjetër që kemi dashur, por nuk ka qenë mundësia. Sëmundje tumorale po rriten me ritme më të shpejta se sa aftësia e sistemit shëndetësor shqiptar për t'i përballuar me medikamente dhe trajtim adekuat. Kjo situatë ka detyruar shumë pacient të kërkojnë ndihmë jashtë vendit, duke përballur me kosto të larta financiare dhe sfida të shumta logjistike. Një rast i evidentuar nga kontrolli i lartë i shtetit në QSUT e ilustron qartë problemin. Një fëmijë me tumor agresiv u detyrua të trajtohej jashtë Shqipërisë për shkak të mungesës së barnave të nevojshme. Edhe pse cikli i parë i trajtimit u sigurua në vend, procesi nuk u vijua më tej duke çuar fëmijën drejt trajtimit jashtë vendit. Në total, midis vitit 2020-2026, nga 16 pacientë që kishin nevojë për të medikament, 8 u dërguan në spitale të huaja. Medikamenti quhet Actinomyc-D. Ndërkohë që sëmundjet tumorale po shtohen, të tëna tregojnë rënje të numrit të diagnozave të reja në QSUT. Vetëm në vitin 2024 janë shënuar 45% më pak krahasuar me një vit më parë. Kjo nuk tregon ulje të sëmundshmërisë, por rritje të pacientëve që zgjedhin të trajtohen jashtë vendit. Por gjatë vitit 2024, 3374 persona humbën jetën nga sëmundje tumorale, një rritje prej 1% krahasuar me vitin 2023. Problemet lidhen kryesisht me mungesën e barnave. Nga 253 barna antitumorale të autorizuara, 46% nuk kanë importuar asnjëherë gjatë periudhës së auditimit. KLS raporton gjithashtu nivel të ulët të kontrollit laboratorik për secilin e tyre dhe mungesës së mekanizmave të fortë të mbikëqyrjeve. Këto mangësi burojnë nga nënfinancimi, planifikimi i dobët, vonesat procedurale dhe parregullësitë në administrimin e banave. Sipas KLS, kombinimi i këtyre faktorëve ka krijuar një dërshtim në sistem dhe garantimin e shëndetit kujdesor për pacientë me sëmundje tumorale, duke i detyruar ata të kërkojnë shpresë jashtë vendit.